Ua, kjo klas është terezi fare, mo, nuk flet me asnjë. Mo e shife, a nuk po ha ma as buk, vetëm kokoshka patatina gjithë ditën. Shef edhe seriale, qa bën aty, flet me vete. Flet me vete? Oh, e kanë gjyra 2 herë. As më duket shumë e mërshitur. Nuk do të bëjmë ta ndihmojmë o god. S'm ta lejmë ashtu, se shoqet në këtë punë. Më duket që ajo ka nevojë për adrenalinë. Adrenalin? Po dhe monotonia, këtu rutina gjithë ditën vil. Nostalgjia. Atë e mbyta ja. Po mendon të tjetër që po mendoj. Ke filluar të mendizosh mendjen? Klea! O Klea! Moj, të kurse? Po shefin. Po. Ke Çfarë po shef? Emily in Paris, super me ka gjë. Ke ngrën? Ngre tu ka ngrën kokoshka. Aha, kokoshka. A do të bëjmë ndonjë gjë për të Bëjmë ngrënë? gjë. Që? Nga ushqim të shëndetshëm. Po. Mos hash vetëm budalliqe. Zemra vogël. Po pse? Qa ke di mërzit? Oh? Do dajmë në një gjirë makinë. Po. Çik muzik. Është shi tani, ka nevojë robi për xhiro me makinë. Po jemi në punë, më. Po, Klea. Po, gjysore, më? Po fuj. Po pse duhet të ketë një arsye për dal? Nuk ka çfarë më hall. A me ti tani, hajde. Po më ha të punë. Jo, do vish me ne. Hajde, me koshka. çao, ha. Ti hangëm në gjithë. Çao. Ha, hajde, çao. Hiq atë filmin. Ke gjë për të marrë? Çam të më gjë. Jo, mos I merr këto. Ke piruj sot, ke piruj. Kam pirox. Hikem. Hajde. Hajde, Klea. O, Klea, hajde tani. A mu ta di sepse më hoqet nga kokoshkat e mia. Se do të xhirojmë. Çfarë do bëjmë? A isha shqetësuar për punën, ja, do punojmë, do të xhirojmë, xhirimin sot e ke vetëm për ty. E dedikuar vetëm për Klea Ballia. Po. Ha. Sa po arritëm në destinacion? Klea, are you ready? O gos Hajde, herë që Klea. merr këtu të liçeni çfarë ka qenë më Pra, vë. Klea, po këtë herë do bëjmë një gjë që ty të pëlqen shumë ta bësh. Vërtet? Klea, ulu. Ulo zemër, ulo. Tani. Kemi sjellë te kjo pavja bukur. Kjo ndoshta nuk është pamja më e bukur ever, se është vranë, tashi nuk ka diell. Aha. Është shumë bukur. Është shumë frymëzuese. Për ty si artiste në fakt të jep shumë ndjesi kjo gjë, a? Tani, Ema, nxirr Armët e mia të forta janë këto. Ço do bëjmë? Të kam sjell letra të bardha ku ti do shfaqesh talentin tënd, do pikturosh. Atë çfarë di ti të bësh më mirë. Do vizatoj. Dhe vizatosh. përmes vizatimit ne duam që të shfaqësh gjithë botën tënde shpirtërore në këtë moment. Pikërisht. Po ikem të ne o Klea të pikturojmë, që se ke keq ti, e po të lejmë vetëm ty që të vazhdosh. A do më lini vetëm? Po, që të Tu afër do shjosh. jemi. Po s'më lini do të vetëm te vila. Jo, Është ndryshe vila, është ndryshe këtu. hajde Ema. Hajde. Si e ke marrë në me pikturën ti di? Në fakt, nuk se jam keq. Kurse unë jam shumë e mirë me artin abstrakt. Qa duam i gjë shumë të kone? Ç'a duam ne? Lek. Lek. Shkruaje lek. Kjo është shumë e thellë se jo gjithë njerëzit mund ta kuptojnë. Po, lek. Dashuri. Dashuri. Një zemër. Plus zemër, bëj edhe çik flatra, kështu që duket e bukur. Buskuq. Buskuq. Ne duam, po s'dim qa duam. Domethënë, është shumë e komplikuar ajo që duam. Jo, jepi pak më bold. Nuk Më mund ta po. shkatrosh. Jo, nuk është art abstrakt, nuk është katron. Okej. Ka shpresë. Shpresë, si mund ta paraqesim shpresën? Diell. Diell. Puls. Po, kjo do thot adrenalin. Puls të Disa aventura, prit ma jep pak. Aventura mund të jetë diçka rrëmbyshme, E rrëmbyshme. si diçka kështu. Si shpejt. lum, si një lum. Po, edhe si kjo, si quhet kjo? Rrrr. Tornado. Tornado, po, Tornado tornado. bëhet kështu. Çfarë ngel pas vdekjes, ngelin veprat. Dhe kjo ishte një vepër që unë dhe Crystal e përkthyem. Çfarë ju kërkoni në jetë, ne e bëm realitet. Money come to us. Love come to us. Abundance. Good things come to us. Klea, mbarove?
Ej, sa e bukur. Wow. Sa shumë e bukur sheka, mo. Hajde, sërbe këtej. S'ka gjë se dua ta shoh kështu. Një pemë. Ua, po kjo është gjysë peme. Po, gjus pema. Si ti? Mos do të thotë që ti ndjesh gjysëm. Një sekund, gjus pema. Jo, të më thënë, ndihesh ti bosh. Ndjesh gjysëm. Zemra jote është gjysëm. Jo, është pema gjysëm. Nuk e dia shërtë ti Ema, po këtu ka shumë dall. Ka Do shumë. thënë, ndoshta kjo tregon gjendjen tënde të trazuar emocionale. Dhe këto pemë që, këto gjethe që bien. Bien, sikur bi shpresa, ëh, sikur kanë ra shpresa. Sikur venitesh. Jo, është vjesh dhe bin gjete dhe shko me shi dhe fry nerë dhe lvizuj. Aha, okay. Klea, piktura tregon shumë për gjendjet emocionale dhe tregon që ti, duke që se ke kaq shumë mall dhe nostalgji, nuk mund ta nxjerrësh gjithë emocionin tënd vetëm me një pikturë. Pikërisht. Me kaq Ndaluam. Tani unë Klea e ndalova makinën për një arsye. Nuk e di për ty, po unë kur jam e mërzitur ose më ndodh diçka, mënyra më e mirë për ta nxjerrë të gjitha ato gjë që kam brenda është i këndoj. Unë nuk jam e mërzitur. Nuk mjafton një unaz, as një lule në jorgan, kur në mbrëmje jo unë, por ajo të ka pranë. Asnjë herë nuk do besoj që jemi ndar, si në shitike, në çdo pikë më brisjen. I am Batman. Ike ti si ke, dhe në zemër kishe akoma të. Ndje më mirë, po. Nëse, se mendoj që duhet zbresim dhe duhet të tregojmë një vend tjetër tani, se bollë mbaruam këtë këmbim. Kjo është okej, por duhet edhe pak. Ka akoma më shumë se ka. Ka akoma. Prit të tregojmë tjerat. Klea, je gati? Po. Të përballesh me të vërtetën? Po. Tani ti Klea na ke thënë ne që ke mbaruar liceun. Por Akademinë e Arteve s'e ke bër. Jo. Okej, ne të sollëm fit. Ku registroni ta? Fit tek akademia. O Klea, ai artiste. Ndjeje pak që jemi këtu. Ndjeje pak arti. Edhe një herë, replay, rago dhe një herë, kemi sjellur te Akademia e Arteve. Era akademie. Ne duam që të gjesh vendin ku ndihesh më komode dhe të ulesh. Publiku, hajdeni! Hajdeni! Klea, je gati? Ta kemi mbushur full stadiumin. Performo, Kristal. Klea, ne kemi ardhur këtu si shoqe shumë besnike që jemi për të rikuperuar ty dhe për të rikthyer buzëqeshjen. Ti ke kaluar ditë jo shumë të mira dhe ne mendojmë që ti thellë brenda vetes je shumë e lënduar, prandaj unë dhe Ema kemi përgatitur nga një poezi. Sigurisht. Tani, sigurisht që ne nuk kemi aq artiste sa ti dhe kemi marrë pak ndihmën e çatit. Ema do bëj freestyle, kurse unë do recitoj në mënyrë shumë të ndjerë këtë poezi. Ta filloj? Më ilumina. Poezi për shoqen e lënduar. Mos qaj, shoqe, se lotët e tu janë të shenjtë. Janë perë në detin që se meriton çdo njeri. E di që zemra jote është thyrë cop, por plagët shërohen shoqe. Dhe ti do ngrihesh prap. Qani. Do të shoh gjithë bota të ndriçosh. Qani gjithë. Ti sot Klea, je plag, por askush sa kuptoj vlerën. Nuk e pan dritën që ti ke në shpirt, por mos harro shoqja ime, stuhit vijnë të forta, vetëm për zemër guximtarët që dielli i pret.
Edhe e parë. Shoqe, mos e harro kur kush ti je. Grua e fort me shpirt të madh. E bukur jo vetëm në fytyrë, por në shpirt dhe në mendje. Dhe një ditë dikush do të dojë ty siç ti e meriton. Deri në fund, pa plag, pa gënjeshtra, por në thellësi të shpirtit. Ishte fantastike! Fantastike! Faleminderit! Ca GPT-ja! Tani! Sfida nuk ka mbaruar akoma, Klea, se përveç poezisë ne kemi përgatitur një freestyle për ty. Që Një sekond, Crystal Lea s'kena nemës. Jo, sepse Crystal më duhet për të bërë big box. Ah, okej. Okej? Që Crystal është aksesori im në këtë skenë. Okej, më falni. Tani! Dëgjoni me vëmendje. Po. Jo, Klea në skenë, Bjondja on top, kur hyn ajo në dhomë, gjithë dynjaja bën stop. Elegante, femërore, me buzëqeshje plot dritë, po në mëngjes, jo sohet, më lini të flej dhe pak. Klea me ne, vetëm s'ka me mbet, ndarja si bën do dëm, se thot, jam aq e mirë, a I hum vet. Qysh ngrie kokën queen, futëm në goat mood, se ti s'bi nga froni, e lumtur do jesh gjithmonë. E bukura e vilës, me stilin që s'ka shok, gjithmonë on top, ti do jesh Klea jon. Të pëlqeu Klea! Do, shumë e bukur. Bravo! Eja, pas ka qenë super emocion t'jesh këto në mesin Po e tuaj. shef që të hoqëm monotonin. Po, tani do ta zgjedhim fituesen, do ta zgjedhim me Bron Rima. Okej. Kush mendon që Crystal e kishte më të ndjerë? Tani, bravo. Bravo Crystal. Kush mendon që Ema e kishte më të ndjerë? Tani, votat e publikut dukshëm thonë që Crystal e kishte më të ndjerë. Bravo! Bravo, Crystal! Shkrimi në të ndjerës. Thjesht të ke plotësim shpirtëror, o zemra. Shumë faleminderit që ishit me neve sot, jeni shumë të mirë! Një duar trakitje për juve! Fort! Klea, asgjë zhurmës, Klea, si ndjesh? Me thënë të drejtën, isha unë mirë isha, po kjo gjëja sot ishte si terapi dhe u knaqja shumë. Dhe u knaqet juve, po unë u knaqja shumë. Sa shef, kemi bërë lumë to. Knaqja vërtet shumë.